Këtë periudhë të vitit e gjithë e presim me padurim sepse mund të dërgojmë jashtë me familjen apo me miqtan të ftuar. E këtë darkën tonë të thjeshtë dhe të shijshme e ka mundësuar Skara nga Delimano. Është e lehtë për të mirëmbajtur dhe vërtet gatuhet shijshëm dhe shëndetshëm. Skara është elektrike, e paloset dhe shumë e përshtatshme për televizor. Mund të përgatisni në të mish, perime, pej tortilla dhe shumë gatime tjera me pak mund dhe rezultate të shkëlqyera. Kësaj radhe kemi përgatitur mish, si fillim mishin e prejmë në fileto e rahim nga të dy anët, përgatisim marinadën, mishin e lyem mirë dhe e lëm të marinuar të paktën 1 deri në 2 orë, sa më gjatë mishi qëndron i marinuar bëhet më i mirë. Pastaj mishin e skuqim apo pjekim nga të dy anët për pak minuta në këtë mënyrë. E prejmë, prapë kthejmë edhe pak minuta të tjera, ndërsa pej tortilla i vendosim në anën tjetër të skorës, vendosim djathtë kaqkavall, e rrotullojmë pejtën nga të dy anët, djathi shkrihet në mes dhe brenda e mbushim me mishin e pjekur, me qofte, çobapa apo me vizhdhe. Mund ta shoqëroni edhe me sallatë.